Atëherë kemi bashkëpunimin e vitit, Vinci featuring Steve, featuring Jonathani nga Drenica, këngëtari më gangster i 97-s, Don Johnny ka bërë këngë me çunat Albanians. Dhe ne zhvojmë shumë kohë, dhe bëjmë një reaction, ju dini çfarë duhet të bëni, super subscribe, turn notification, like, comment. Mund të jetë pak video gjatë kjo, sepse betohem që është hera parë që e dëgjoj. Prandaj them që mund të jetë pak e gjatë, sepse reagimet do jenë sinqerta dhe transparente. Live kënga është 2:30, 2 minuta 30 sekonda, shumë e shkutër. Jemi në orën 22:55, data 21/12/2025. Ka, domethënë, 12.000 like, 179.000 views, 4 orë që është postuar kënga. Atëherë, produced by Rzon, shkruar nga Don Johnny, Vinci dhe Stealthy, video sequence, executive producer Denis Avdiu, Don Johnny Instagram, ok, etj me radhë, kështu që producenti që ka ky Rzoni, edhe në zonë shumë kohë dhe dëgjojmë që do na thani, kështu që play edhe ta dëgjojmë. Pritani, ngrejmë volumin. Ngrije volumin në Remelo. Është pa videoklip, mos na kapi copyrighti, sepse ky është kanali im i 4, qofse unë s'do ishin mbyt kanalet e para, do isha rreth 50.000 ose 60.000 subscribe, kështu që të rindortojmë këtë kanal. Atëherë kemi videoklip, duket kështu, domethënë janë me një zonë industriale tip Kurum International që shkruhet Scrapi, ok. Biti që ka bit shumë i thjesht, interesant, ta shohim që do na thonë. Që kemi dy lloj, kanë korsë të çajnë këto, apo pitbull. Domethënë ghetto, çunat janë ghetto. Okej, domethënë duket si fillim, duket si tip kështu më, por që unë të vrasin na ghetto. Interesante si ide. Okej, kemi Don Johnny që sapo gjujti pak me jo me AK-47 si tip Thompsoni, what the fuck is this, Okej, biti më duk pak si kot, fillim, më duk si i thjesht, për që ka lezetshëm shkoka, domethënë Don Johnny që ka paska gjetë vetën, që ka përshtat me këtë bit. Bravo tire, Don Johnny. Player e Lali. Aktive nga para. Take your business from launch to legendary. Reklam, okay, presni pak se skip. Okay, now. Sorry, Ghetto. Okay, ghetto. Atëherë, domethënë, që i thashën tip Thompsoni, jo në fakt pas ka një AK-47 Don Johnny, po duket se është kauçuk, është tip nga këta që shitën te Temu, e keni parasysh janë me gogla plastike që kemi përdorur në 98-97, në mani mend që i blishin dikur pak a shumë një të gjë, thjesht mund të jenë pak më të avancume, mund të jenë më të forta, po të shën si ka, domethënë ghetto. Titulli s'm pëlqen fare. Ghetto. Nuk pëlqen seriozisht. Pse do ta vesh titullin ghetto? Domethënë mund ta vije Harixhiu ose Jevgu. Pse ta vesh Zëzaku? Respekti për gjithë Harixhit
i gjithë zëzakët, por pse ne shqiptarët, domethënë racë ariane, pse duhet marrim shembull nga zëzakët? Se kur mund ta vëmë domethënë shqip e di që u tregova shumë i drejt për drejt, po pse domethënë ta quajmë geto? Të s'kuptoj më bu. Po, ke drejt. Është shumë këngë e bukur ajo Ekon Geto, por Ekon është zëzak, a kuptoni shkon, i ka ije. Unë mendoja domethënë ta quante UÇK-ja, UÇK-ja, ose 97-ta, ose 98-ta, po ne aty me vrasim Serbin në mes të Kosovës dhe Shqipërisë. Sorry që po bëj të muhabete, domethënë luftë. Po Don Johnny ngacmoi, domethënë pse jemi të çmendur me këta geto, bollmë. Gjithsesi play. Çunat janë geto, ju thashë të jetë video gjatë, shera parë që e dëgjoj, ngre dorën time të majt edhe djathtë, që është shera parë që e dëgjoj, edhe më pëlqen kur e dëgjoj për herë të parë, që po e bëjmë reaction, se është, domethënë është adrenalinë. E keni parasysh kur shet nisjen e Formula 1-s, që ajo është adrenalina gangstere, nisja MotoGP-s edhe Formula 1-s, pasi pret bën ai aksident. E ke parasysh rrit domethënë me zemra bum bum, si ç'a fucking do ndodhi. Edhe tani po pres ç'a do ndodhi në diçka. Buki, ku është Vinci dhe Stilti, Buki. Tani ka një nan mili, gjujtën dikë dhe i plasën të rritë në xham. Qeni po let. Ore tire Don John, se po na lef qeni. Ku do nxjerrësh album tjella, pyetje drejt për drejt. Se po bën 17 viti që kënon, do nxjerrësh album. Jo, domethënë e lezetshme si këngë, më pëlqen. E lezetshme. Tani e nisi bukur, shpresoj mos na zhgënjejnë çunat e tjerë. Sepse ky e paska nisur shumë bukur. Që ka interesante, por që ka shumë e shkutër. Biti që ka shumë fire edhe. Se thash është biti thjesht. Kemi flamurin Albanians që po valvëritet. O Vince mos shof knosh qet te kjo këngë, seriozisht. Shpresoj ta kesh djeg fare. Edhe Stilti. Shpresoj Stilti ta kesh degeneru bitin e Lali, seriozisht. Mos shof domethënë si gjithë tjerët. Tani dolën çunat, tani dolën Albanians. Doja ta kritikoja këtë këngë, po që e ka lart. Tire kush do, next, edhe me një bulletproof vest, shqipe tje qaku nuk ka uj, red, jena mësu me pranga në përdur, feds, sirena policis, life in a hood të munu mu aratis, në nuk kena enemies, still on the road to my cheese. Nes kena enemies. Lali. Vinci, shout out for my shqipe Vince, me kapele gangster, kapele si kjo. Adhir, tajtë. Kena enemies, still on the road to my cheese. Shi Don Johnny ka çull, Joret ka çull, Don Johnny e pas ka djeg fare këtë këngë, Lali. Tire Don John, se mos kujton se kritikoj kotun ty. Shumë lart. Bravo, Don Johnny's back.
Profesoresha is back. Kështu duhet, jo më bë mu këngë komerciale. E pa ta thënë, bëj këngë me Albanians, shumë mirë. Ne nuk kena enemies, tha Vinci. Me pak fjalë, qa janë këta totërës, i rreth ndajak Vinci o plako, seriozisht. Kështu që mos thoni ju së 4 më mëja që jeni ju noizra. Ore ju rreth Vinci o plako, që qa thot, nuk kena enemies. Qa thot noizi në për intervista, për janë sanat. Nëjse, play. Edhe stil the pas ka degeneru fare biti në lali. Edhe stil thire. Edhe shumë lart, seriozisht. Ore edhe Don John, bravo, seriozisht, do më tani se po të bëj shumë qefi njëri, ka të shull, po. Nuk e di la, jo, seriozisht, do më thënë edhe noizit ishte, do më pëlqen dhe do më thënë t'ishte edhe noizit a ishe këndu këshu. Nuk është keq, seriozisht. Nuk e di, aja mund pak chill tani, po pëlqeka si këngë, seriozisht. Nuk ka lidhje çunat, se më thoni ju pse bën me hilere mellow gangsteri, se ti njeh çunat e Albanians, jo më s'ka lidhje fare, Çunat janë getë, maroj. Seriozisht, dhe më thënë. Shumë lartë pas ka dalë. Bravo, dhe më thënë producenti. Jo, Erzoni shumë mirë Erzoni, bravo. Producet bë Erzoni, dhe më thënë e pas ke qa. Se ti ke 56% të meritave të kësaj pune. Producenti, ju që se din, ju kalamajt, që Don John, Vinci, Starfi, Lali. Nuk është puna vetëm të këngëtari, ka të bëj shumë gjëra, ka të bëj producenti, biti, tekst shkruesi, ka të bëj video, kështu që jepni gjithave meritave që këta i meritojnë. Gjithsesi nota ime është maksimale, meritoj notën 8.9. Pas ka dalë nice, unë do si gjëre ta kishin zgjatë dhe pak, ose ta kishin zgjatë, bërse shumë e shkutër, dhe ishte më pak me gjatë, ishte më e bukur. Edhe është këngë shumë brutale, bëni kujdes ju kalamajt, mos merr një armë, si që thot Don Johni, merr një vrituni, ose vrit një armisht, bëni kujdes, ku t'jeni stërvitur, mos ju shoh gjuni pa bërë praktik në mal, ose në poligon, edhe jepni like, shpërndajni dhe shikoni video arshme.